blejnë tuaj, vazhdojnë blejnë? Më rezulton që po. Para se të vija këtu kisha një takim zyrë, kishim një zonjë amerikane që kemi pas kliente vjetë dhe që erdhi prapë si vjetë, ato po e pyesja, Melanie. E i thash, Melanie, ti ke qenë vjetë, po ti ç'a bën? U thon, shkon e vjen, jo tha, unë punova këtu tha, 3 vjet për Peace Corp. Edhe vjet dola në pension, edhe në vend që të kthehesha në Amerikë, vendosa, bleva një shtëpi këtu, edhe qëndrova këtu, më rezulton që ka 2000 qytetarë amerikanë që janë vendosur në Shqipëri vetëm, po, që janë kryesisht të kësaj moshës së pensionit, edhe që janë vendosur në Shqipëri, ne kemi ca klientë, kemi një 6 muaj që kemi klientë dhe i bëjmë ca shërbime her mbas here, këto 2 zotrin që kanë ardhur nga Amerika, kanë parë për të blerë një shtëpi në Portugali, Spanjë dhe Itali, dhe në Shqipëri. Ai agenti i vetë i real estate-it nga Durrësi i ka treguar një 2 prona në Durrës edhe këta në fund fare kanë fjetur mendjen dhe kanë blerë një shtëpi në lagjen më modeste në qendër, po në Kavaj. Edhe këto zotrin jetojnë në Kavaj, restauruan një shtëpi që e blen gjysmë të ndërtuar edhe duken super të lumtur që jetojnë në Kavaj, që patjetër që duhet të jenë, kuptoj se komunitet fantastik, se ushqimi mirë, se klimë mrekullueshme, pse jo? Domethënë komunitetet amerikane janë kryesisht në Durrës, Tiranë, të njerëzve që kanë vendosur të rinë. Unë kam koleg pune, faktikisht, ajo është e re, edhe është aktive dhe punon te turizmi luksit, edhe ajo është vendosur në Vlorë. Në Vlorë. Për shembull, po, në Sarandë, njoh njerëz në Korçë. Fola me dikën në Vlorë para disa javësh, ajo po ikte ndërkohë dhe tha italiane, më thonë dhe tha, po presin aeroportin të gjitha, sepse aeroporti do ndryshoj komplet perspektivën e qytetit, e pronave. Këtu mos bli pa mbaruar aeroporti. Dhe ata flasin me një ton që ne na duket se ne kemi këtë problemin propagandë ose kritik. E ndajmë kështu, me Ramën pro Ramës. Harojmë fare, është me Shqipërinë kundër Shqipërisë. Eksakt. S'ka lidhje fare. Po, në shumë raste. Në shumë raste. Por atë që i përket aeroportit, unë jam edhe të kjo pjesa, domethënë e them drejtën, domethënë kam këto rezervat e mia, plot nga shoqet edhe shokët e mi që janë specialistë të mjedisit. Nuk e pëlqejnë këtë fakt. Vazhdojnë, jo se nuk e pëlqejnë dhe nuk mendoj që në njëri nga ata nuk e doj aeroportin. Ç'a ndodh ishte që mbase Shqipërisë taksa paguesit, buxhetit shqiptar do t'i duhet bënte një sakrificë dhe ta spostonte pak gjurmën jashtë zonës mbrojtur. Nuk mendoj që thot njëri ne s'duam aeroport. Por jo aty. Ajo kundërshtia bie në raport me pozicionin, por nga ana tjetër, po shok dhe shoqe specialistë mjedisi nga Vlora thonë gjithashtu që dëgjoj, unë këtë kam nevojë që ta kem për qytetin tim, se kjo do sjelli punësim, se do sjelli të ardhura, se do sjelli vëmendje, se shumë shpesh kjo puna e turizmit edhe e këtyre logjistikave nuk është vetëm e natyrës ekonomike. Ne duhet mos të harrojmë se çfarë ndihme dhe çfarë mekanizmi është ndërru turizmi në atë që na përket ne si për tu integruar. Ne kemi qenë të panjohur ose të keq njohur, kaq shumë dhe akush turizmi që po na kthen. Unë isha në Shqipëri, erdha në Shqipëri në një vizitë të zakonshme në një vend në Austri, ata tha, duhet të marrësh këtë, nuk është tani ajo thash në Shqipëri me pushime, e tha në mënyrë më natyrale. Dhe gëzimi im i njeriu që dikur i thoshte italianëve, po pse thosha unë, përse ju vetëm nuk flisni për ne? Do nuk e kuptoja vërtet. Nuk i interesoni. Kur flisnin për ne, kur kam qenë student në Zvicër, flisnin sepse u kap një trafikant, sepse rrafi gruan filani në filan vend, se këta janë të pagdhëndur, të paqytetruar etj. Dhe ishte gjithë kjo propaganda, të cilën ne ndihmuam gjithashtu, etj. Ne kishim ndihmuar këtë, jo për fajin ton, po për fajin e gjithë atyre diktatorëve rresht njërin mbas tjetrit, a kupto, Por, qa i gëzohem unë shumë është që neve si kom kemi pas aftësinë që të integrohemi, të kemi dinamikën, që s'më rezulton që e kanë gjithë fëqinjët tanë, kaq të forta të nevojën edhe dëshirën për tu modernizuar, për tu integruar, për të qenë krenar, për të qenë entuziast etj. Edhe kësaj unë i gëzohem shumë. Edhe të rrallë janë ata, i shohun në Zvicër, në Itali, kudo që të shkosh tashmë, shqiptarët janë me një tjetër dinjitet, me një tjetër pozicion, me një tjetër pikpamje. Domethënë njerëzit i shohin si investitorët e rëndësishëm, si punëtorët e mëdhej, si futbollistët fantastik, si artistët interesant, edhe si njerëzit që vinë nga ky vendi këtu që s'ka ato sharë. Do me thënë, ndryshoj tashmë, kjo nuk diskutohet fare, që ndryshoj mënyra se si na shohin. Po, ekonomikisht, u fuqizua Shqipëria ndërkohë? Do me thënë, u bë Shqipëria e gatshme për... Plot nga
nga këto njerëzit që unë përmenda si pronar hotelesh pak më parë, etj, dhe unë i kam parë se si, domethënë nga ca projekte modeste me 3-4 dhoma etj, plot nga këta edhe plot nga ata që unë shumë që unë si përmend dot se s'kemi kohë që ti përmendim, unë i kam parë se si janë rritur, se si ti i takon edhe kanë syze më të mira, makina më të mira, udhtojnë më shumë, i çojnë fëmijët në shkolla më të mira. Edhe unë këtë nuk i gëzohem dot mjaftueshëm nevojës shqiptare për të bërë fëmijë më të edukuar, për t'i shkolluar. Domethënë kjo nuk është fare në pyetje, zakonisht. Edhe patjetër ekonomikisht kjo ka qenë shumë e rëndësishme, po neve të dy konsumojmë të mira që unë të paktën, shumë gjasa të gjithë bashkë para 25 vjetësh s'më shkonte mendja kurrë që neve do vinte dita që ti lejonim vetes të gjitha këto. Unë shkoj në Verbje, edhe kur i them ndonjëherë shokëve zviceran që dëgjoj se jam këtë fundjavë në Zvicër, po dush takohemi të dielën etj, më thonë po ku do jesh të premten? Jam Verbje. Oh wow, në Verbje jo çdo zviceran e lejon vetes. Asun që e lejoj vetes, po un kam një shoqe shqiptare shumë të mirë, 2 shoqe shqiptare shumë të mirë që kanë punuar, janë bërë copash në bibliotekë kur kanë qenë studente, janë qenë talente shumë të rëndësishme, por kanë punuar aq fort edhe janë bërë bankiere të rëndësishme të një game të rëndësishme, të një lartësie të rëndësishme, edhe që ja lejojmë vetes dhe neve të tjerëve, që neve të konsumojmë të mirat kësaj natyre. Fantastike. Çka ka ndodhur? Këtë mendoj her pas here. Kur takoj, sepse unë jam e rrethuar, unë shoh atë që dua të shoh, atë që jam shoh. Dhe unë shikoj vetëm njerëz që punojnë, që bëjnë gjëra fantastike, që dalin, që mua më shijon çdo gjë e tyre. Dhe kur njerëzit ankohen, nuk them që s'kan të drejtë, po them çfarë po bën ndërkohë, përveç se po ri këtu dhe po shan. Çfarë po bën ti me veten tënde, më trego. Kjo është pyetja që kam, po. Po kjo. Këtë pyesësh më përpara. Ti vetë ç'po bën me veten tënde, sepse vërtet është ideja, s'ka mundësi. Ja, para pak po më thoshte njëri po ankoj për vajzën, tha, nuk i japin mundësi, tha, nuk e dëgjojnë, tha, nuk i kushtojnë vëmendje. Dhe i thash unë, ajo çfarë qëllimi ka në jetë? Ajo ka qëllim që ata të kushtojnë vëmendje apo ka një projekt që do ta realizojë? Dhe kjo është e gjitha. Çfarë po bën me veten tënde në këtë vend që është plot mundësi? Kjo është pyetja. Prandaj më pëlqen kur flet ti. Në asnjë vend s'është qylymi i shtruar, në asnjë vend më kushdo që ka pas, domethënë trallë janë ato rastet që kanë trashëguar këtë rrugën kaq të shtruar nga mami, nga babi, nga gjyshi, nga familja etj. Patjetër që kjo është e rëndësishme në Londër, në Paris, në New York, kudo që ti jesh ti, duke ardhur nga një background i tillë. Po për ta falur nuk ta fal njëri. Ata që janë të suksesshmit e vërtet kanë pikuar në libra, kanë pikuar në punë. Ja ku i ke gjithë me radha, kupto si vinë. Gjithë njerëz suksesshëm, këta zotrinj këtu kanë 1 milion, nëse jo, se egzagjerova, po me disa dhjetra mira pron balt. Këta janë punojnë terrakotën, prap ke kjo zona e famshme, mos t'ia bëj prap reklamën etj. Ata bravo i qoftë, e kanë bërë atë zonë. Pron balt më bal një magazin ku kanë terrakotën, baltën, që kushton me qindra mijëra euro, vetëm balt. Po. Edhe jo në të mburemi. Po kanë punu fort që ta rinë. Zadrima, Divjaka për bujqësinë. Bravo i qoftë. Kur shoh ato sera, them bravo i qoftë. Do gjithë njerëzit që punojnë ja kanë dalë. Nuk kanë fare probleme ata. Eksakt. Fare. Eksakt. As ankohen, as s'kan kohë të ankohen. Jo, s'merren ato, as nuk merren me këto mediat e famshme që nxjerrin vetëm lajme të zeza. Kupton, domethënë unë e rekomandoj fort edhe më tingëllon, po ti bësh pak Google apo të pyesësh ChatGPT-n, ta thotë që dëgjoj, shkencerisht është e provuar që ti nëse fillon dhe të shef lajme të këqija, krijon një varësi nga kjo si nga heroina. Edhe kjo është e ndërtuar e tillë që ty të vëri përfund edhe të kthen konsumator, po lëre këtë drogën e lajmeve të këqija. Edhe patjetër më se kjo s'do me thënë që dëgjoj, Shqipëria s'ka probleme, ka me qindra mira, as bëhet fjalë që ta mohim këtë, do ishte e pandershme edhe një problem ti zgjidhe një të vogël. Bëj atë Shqipërinë tënde të vogël, domethënë duhet me qenë shumë trim dhe shumë punëtor që ti të marrësh përsipër që dëgjoj se unë jam alternativa për të rregulluar Shqipërinë. Ti bëj Shqipërinë tënde të vogël, mëso më shumë, lexo më shumë. Patjetër shif, kujdes kur e zgjedh atë median që konsumon. Shif të konsumosh një media që të mëson diçka, që të jep një kënaqësi, po shif të qeshësh pak më shpesh. Idealisht, a kupton, mbase do bëj sens. Shiroj këto nofullat pak. Po eksakt, a kupton, domethënë nëse ti mendon edhe të bën mirë që të shash njërin e tjetrin non stop, a kupton, sa shpenzon kohë dhe i jep rëndësi dhe ata që po i shan, unë për vete jam i tillë që më mirë injoroj, do t'i bësh dëm. Injoroj se çdo sharje është një klik.
Po, kështu që Në tanë, më ata ke që ti dhënë nuk i ja, do. po shikoja tani dhe po qeshja, nuk ndryva fare nuk ndryva, tek përveç sa hoqa komente shumë të negative, të share-it që bëhej në Instagramin ton, sepse unë kisha vënë shami në xhami. Dhe nuk e kuptoj këtë, pse vë shami në xhami, pse kush të ka dhënë lek, kujtun këto bisedat vazhdojnë këto me këtë historinë, nuk e di pse vazhdojnë mendojnë që t'i japin lek. O zot. Pse vë kapelen plasha? Po s'ka. Realisht shpresoj se Por liria jote, ti nuk mund të ofendosh lirinë e rregullat e tjetrit. Po kjo është demokracia, kjo është liria, s'ka asgjë të keqe. Tjetër gjë që unë e vura shamin se ma vuri dikush dhe ma vuri, siç e vinte ajo vet, po s'ka gjë. Po nuk ka asnjë. Po sigurisht, pa problem. patjetër, po është një shenjë e asaj që Shqipëria ta ketë për nder, që bashkëjetesën fetare dhe ta ketë për nder dhe mos ketë as më të voglën frikë as nga islami, as nga krishtërimi, as nga budizmi, as nga çdo lloj gjë, se shqiptarët nëse kanë një gjë që të shkojnë të mburren në perëndim është pikërisht kjo që e vën shamin edhe se çajin kokën, që i besojnë Zotit pa thënë që dëgjoj kush i beson Zotit tim duhet vrar apo duhet prerë. Ja. Shqiptarët, Kjo është historia jote. Historia ime, historia jonë, historia që akoma nuk e kemi bërë dot histori të gjithëve, po një ditë do bëhet, nuk ka as shans. Vetëm që ne jemi vonë, e morën grekët, e historitë të tyre që ishin dhe sishin, bën filma të jashtëzakonshëm. Ne sa dolëm sepse ishim të uritur gjatë asaj kohe dhe nuk i vlerësonim këtë histori. Po asnjëherë si diet. Filmi jote ishte super punë, sepse mendoj unë që shpresoj që të bëhet frymëzim edhe që të kaloj në veshin e dur në dorë, edhe bas që ti ke një audiencë shqiptare dhe në Shtetet e Bashkuara dhe shpresoj shumë që dikush që ka në dorë në New York, në Washington, edhe sidomos në Kaliforni, në LA etj në Hollywood, që ta shtyj fort të historinë e infermierëve amerikane se do t'i bënte një super nder Shqipërisë. Ti po përpiqet ndërka, ke bërë përpjekje. Kemi një gjë në përduar, po ecën vakët, them drejtën, po unë punova me një producente amerikane, par vjet, kuptoj dhe ajo po vazhdon të kërkoj, lajmi i fundit është që ajo ka gjetur një aktore nga Australia e cila mund të shtyjë përpara që të gjendet mënyra për produksion, po ta kam thënë që, kjo është quar në veshin e Coppolës, e Francis Ford Coppolës, dhe ai e ka lexuar skenarin dhe historinë e çupkave amerikane që bie në Shqipëri, edhe ka thënë që kjo është histori shumë e bukur, po është histori çupkash, edhe unë bëj histori çunash. Unë po shpresoja që mbase ja kalon Sofis të bijës që mbase, po na duhet një emër i mirë, i rëndësishëm që ta shtyj para. Sepse jemi në atë fazë tani që kemi nevojë që kjo historia jon të kthehet dhe në filma. Filmat pastaj do të bënin namin, le të themi. Do bënin namin politikisht në radh parë dhe pastaj do sillnin Shqipërinë ashtu siç i ndodh Dubrovnikut apo Italisë në kush di se sa qindra e mira lokacione, që Shqipëria të futet në atë turizmin që i thon sot set jetting. Jo jet set, po set jet. Do me thënë që ti kërcen në përsete filmash, edhe në përhistori filmash. Po kjo e çupkave, ti e ke parë një pjesë mirë, kjo e ka edhe gjeografin, do me thënë, këto çupkat nga e keqja, i është dashur që të rinë në vende shumë të largëta edhe të thella etj, po absolutisht spektakolare, të bukura, edhe gjithë historia e Kostaqit të famshëm, Stefës. Jo, ne nuk dinim çfarë të vishnim me çfarë të linim, sepse aty pastaj ai që do e marri varet çfarë do kapi, se ty të duhet ne kapëm besën, por ata do kapin diçka tjetër. Por nuk e haroj sa shumë njerëz me gëzimin që ke ti për ta bërë të njohur këtë histori që s'është jotja, nuk ka lidhje me ty drejt për drejt, më ndodhi kur ja tregova Aldo Shllakut, i cili bën muzik filmash të rëndësishëm në Los Angeles, dhe kur i tregova që a mund ta bësh, ai këtë tha me njëherë po. Dhe unë akoma nuk e besoj se si ai vuri Inën të bjerë violinës në një studio, dhe bëri gjithçka, bëri një fluturim praktikisht që kjo gjë të bëj, apo turkun pastaj që u mor me gjithë notat dhe në fund na e dha gati, dhe më duket e pamundur se si kjo histori një ditë mos bëhet hollywoodiane, apo Netflixi, apo çfarë ka platformash tani, domethënë, të cilat janë të tjera. Sikundër besoj shumë dhe dikur nuk e kuptoja edhe unë, dikur mendoja që historitë e bukura janë këtu. Historitë e bukura për mua tani janë këtu, janë poshtë në thellë, dhe këtë mundohem merr pas here. Nëse amerikanët u bën për një vit, unë po punoj me italianët, është viti i dytë, se kam mbaruar akoma se del gjithmonë një gjë tjetër që më pataks fare. Dhe them, sa njerëz të jashtëzakonshëm janë shqiptarë. Absolutisht. Edhe sa do të falenderoja fort sepse historia italiane për shkakun do na çojë në Itali, do na japi akoma shumë dinjitet.
Ishte fantastike ajo lëvizja me infermierët që ne dërguam në Itali në atë kohën e Covidit e kështu po një gest i vockël, po që ne absolutisht kemi nevojë t'u tregojmë dhe italianëve, po dhe grekëve, po dhe gjermanëve dhe anglezëve që na pritën ato vitet 90 kur ne ishim të nevrikosur edhe të uritur, hungry and angry. Edhe absolutisht kemi nevojë që t'i tregojmë që shiko se e kemi bërë dhe ne përpara, edhe bëjmë sot edhe po t'jetë nevojë ta bëjmë edhe në çfarë kushtesh, jo vetëm për urim, me vdekjen e jashtëzakonshme, ti hapësh derën një njeriu, të cilin e fut në shtëpi dhe po ta gjetën të vrasin dhe ty dhe njeriun. Do thënë ne kemi bërë gjëra të jashtëzakonshme.